kjo është e pa precedent, nuk ka ndodhur. Sigur të kishit vendosur në fillim, ndoshta do të ishte e pranueshme. Kjo nuk është e pranueshme. Ju ftoj që mos ta thelloni krizën, po të dilni nga kriza, sepse ju takon që ta propozoni dikën që po një merr vota dhe ju e dini që ka në mesin e juaj të tillë. Andaj, mos e thelloni krizën, zhbllokojeni, sepse nuk meritojnë qytetarët e Kosovës për shkak tekave tuaja me kthy kuvendin në cirk. Ju nëse doni me fillu e filloni tutje, e dini që po krijoni precedent antikushtetues, e dini që në rastin e pamundshëm që e keni edhe me kalu, që kjo ju rrëzohet në ardhmen. Ne s'marrim pjesë në një votim të tillë të imponuar, as nuk propozojmë komision, ne do t'ju vëzhgojmë dhe do t'ju shohim e do të bëhemi dëshmitar. Kjo që po bëni është arbitrare, është shkelje kushtetuese, shkelje rregullores, ndryshimi i mënyrës së votimit në proces, siç u tha më herët, nuk ka ndodhur asnjëherë dhe ne nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Është e vërtetë që rregulloria nuk lejon debat në seancë konstituive, por gjithashtu është e vërtetë se në asnjë pikë të rregullores nuk thuhet që mundesh me ndryshu mënyrën e votimit pasi që ke hyrë në proces. Ne jemi në proces dhe krejt çka lejohet është që të procedojmë me votim. Kaq. Nëse ju do të procedoni, natyrisht që kjo lëndë do të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Kjo që po ndodh këtu vërtet është për keqardhje. Aleonca ka dhënë alternativa dhe ju si keni pranuar ato alternativa, andaj s'do të bëjmë pjesë e cirkut juve. Sa për bujqësirëshjet e juve, veç për au kujtoj, zdravo mimoza.